Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Zgjohu, kënaqësi të takohemi edhe sonte në një mbrëmje shumë të veçantë. Para se të prezantojmë musafirin e kësaj jave, fillimisht dua t'ju falenderoj që gjithë juve për shikueshmërinë e emisionit e kaluar, i cili ishte rekord me mbi 1 milion shikueshmëri deri në fund të emisionit. Faleminderit gjithmonë që jeni çdo herë, çdo të martë me ne. Sonte kemi një musafir shumë special. Ai është kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Është Bardhyl Hasan Papaj. Sonte për herë të parë në një intervistë ekskluzive do e njohim Bardhylin nga afër, për karrierën, për sfidat, për jetën dhe do t'japim informacione shumë interesante dhe do të ketë surpriza deri në fund të këtij emisioni. Bardhyl, shumë faleminderit që na nderove sonte duke qenë pjesë e emisionit Zgjohu. Në fakt më nderuat ju mua. Faleminderit juve. Shumë kënaqësi. Bardhyl, do kthehemi pak mbrapa në kohë dhe do e nisim kështu që nga fëmiria dhe do e kujtojmë pak atë kohë, si e mban bend fëmirin Bardhyl, sepse ka qenë shumë ndryshe nga ajo që po e shohim ne sot. Po era, në fakt më tregove për emisionin dhe kisha dëshirë që të flasim, kthehemi nga njëherë mbrapa dhe të kujtojmë nga kemi ardhur, sepse në vrapësi për të arritur saqe përpara, sikur kjo shpejtësia po na huton fare dhe nuk kemi kohë të ndalojmë nga njëherë për jetën që kemi kaluar deri tash, kështu që ku t'ja nisim, më thuj. Të nisim nga ajo periudha kur ju keni jetuar në Bajramsor, po. Dhe pastaj si filluat, si mban bend atë kohë, ka qenë një fëmijëri shumë e pastërt, një fëmijëri që kemi lozur gjithë me njëri tjetrin, ka qenë shumë ndryshe nga ajo që shohin sot fëmijët tonë, sepse përmes emisionit Zgjohu Bardhyl, ne e servojmë edhe një anë tjetër nga kjo jeta që po jetohet sot. Era, po, unë kam linë në 1982-shin. Dhe në Shqipëri në atë kohë, në Bajramsor, Malësia Gjakovës që quhet, 82 ka qenë akoma komunizëm dhe mbaj mend mirë atë kohë deri në 90-tat, unë kam qenë 4, 5, 6 vjeç kur kanë qenë ato diskutimet e ndryshimit të sistemit dhe sigurisht që nuk i mbaj mend të gjitha detajet, po pastaj sidomos periudhën e tranzicionit të viteve 90-ta e mbaj mend mirë. Por fëmijëria ka qenë, ç'të them, në një kohë, në një ambient sado që ishte izoluar edhe ishte i mbyllur. Kufini me Kosovën ishte hermetikisht i mbyllur, ishte e pamundur që të komunikoje me Kosovën, sado që kishim edhe të afërm këtej, një pjesë e familjes mamit është nga Juniku dhe mami na fliste gjithmonë për hallën e saj që kishte në Junik, që ishte martuar dhe kishte ngel atje dhe i njihte të gjithë djemtë e hallës, nipat, besat dhe gjithë ata me emër, disa prej tyre në Perëndim. Ata që ishin Perëndim vinin në Shqipëri dhe mund t'i takonim, por këtë pjesën tjetër që ishte në Kosovë ishte e pamundur që të kaloje kufinin dhe sikur ajo të jetuarit në zonë kufitare, sikur jetoni me hallet e Kosovës, goxha shumë dhe akoma kam atë historitë e nënës që më tregonte për periudhën e vështirë të Kosovës, por nuk ishte më e lehtë as te ona jonë, sepse një sistem komunist. Por e bukur e gjithë kësaj, si fëmijë, është që ne kishim lumin Valbona. Dhe pastaj nga klasa e parë e tutje, 6-7 vjeç, me shokët e lagjes, gjatë verës, ne u lanim në lumë. Dhe e mbaj mend si sot ku ikshim nga shtëpia herët në mëngjes, në orën 19 mëngjes, paraditës. Dhe merrnim, ne qunim gomërdare, këtë pjesën e sidomos të gomave të traktorit, qunim gomërdare, i frynim, dhe kanë qenë formë kajati, po kajat primitiv. Dhe do fushim tek ura e shtrajtit, i thomë, që është tek pjesa e Shoshanit, pak po dalë Valbonë në pjesën e Luginës Valbonës sipër. Dhe binim për lumë, për 2 orë, 3 orë, me gomërdare, hypnim to, merrnim bukën me veti, edhe na çojte lumi deri në Firz, deri tek liçeni i Firzës. Dhe sado që sot në atë kohë ishte vetmja mënyrë që të argëtoheshim përveç lojrave të oborrit, e lojrave të lagjes, të futbollit, e kështu që kishim shumë. Në fëmijëri kjo mungon më së shumti, pjesa e lumit Valbonës. Unë dalnim në përpusje të ndryshme dhe ka pas, edhe tash ka shumë bukra në fakt. Dhe ko pasku shkoj, 2 vajzat i marrë dhe i qaj atje dhe
shpesh lahem në Valbon edhe tash. Por gjatë mirisë kam kaluar brigjeve të Valbonës një kohë të mirë të jetës time. Dhe ajo është koha më e bukur e jetës time, të them drejtën, e fëmirisë time. Pra, po flasim bardhur për një realitet që e kam përjetuar shumica e shqiptarëve në atë kohë që realisht nuk kam pas shumë gjana financiare. Ne financiarisht nuk kemi qëndruar mirë si popull, por kemi qenë shumë të lumtur, shumë të përmbushur, e sot sikur i kemi gjitha nganjëherë, por kjo pjesa e aspektit lumturisë shpirtërore thuajse po mungon dhe nuk është më prezente si në atë kohë. Po ne, për shembull, në lagje ishim diku një 30 fëmijë, shokë dhe shoqe, që kur iknim dhe binim në Valbon, u bënte një hare e jashtëzakonshme. Bërtisnim, këndonim, loznim. Kishte lojra nga motë ndryshme dhe ishte, kishim pak gjëra, një qese me buk me vete dhe bam, ik shkon në Valbon, luj futboll. Nuk kemi pas të e mira e asaj ku e ka qenë se s'kemi pas telefona, s'kemi pas rrjete sociale, s'kemi pas çka na pengonte. Gjithçka ka qenë momentale, kontakt me natyrën, jashtë, në ajër të pastër, ushqim, sado që ne u ankonim atëherë, po tash kur e kupton është gjithçka ka qenë bio. Merrje domatën, kastravecin nga kopshti, djathin, edhe ndoj copë salam ose diçka dhe ajo ishte dreka, ajo ishte ushqimi ditor. Nuk e më kur atë aromë. Jo, domatja kur prete domatja vite era, tash s'ka herë, është pa. Gjithçka sot po jeton një botë sipërfaqësore. Aroma e domatas është fantastike, asaj origjinale që ishte. Mirë po, pastaj Bardyli po rritej dhe ti po filloje studimet dhe e ke ndruar, e ke dashur profesion apo ke përfunduar aksidentalisht si një numër i madh i shqiptarëve që nuk kanë pasur shumë luksin të zgjedhin. Jo, unë në fakt lidhja me Kosovën pastaj gjatë shkollës të mesme, sa isha atje, se unë deri në shkollën e mesme kam përfunduar në Bajramçor. Deri në vitin 2000. Dhe gjatë shkollës mesme ndodhi lufta në Kosovë, eksodi, refugjatët që erdhën, sidomos në pjesën veriore. Pjesa e anës Gjakovës, rrafshi Dugagjinit, anej nga Gjakova, po zonat fshatrat e thella të Deçanit, Junikut, deri në Pej. Dolën, sepse lufta kishte filluar rreth kufirit, kishte filluar më herët andej dhe dolën ka ana jonë, të gjithë familjarët që i kishim Junik erdhen tek ne si refugjat. Dhe ajo periudhë na lidhi edhe më shumë me Kosovën. Na shpjego pak këtë periudhë. Po, dhe mbaj mend kur erdhen, për shembull, ne kemi pas familjen tonë një shtëpi modeste, 2 kaçe, po jo shumë e madhe. Ishim 8 antar të familjes, unë kam 5 motra dhe 2 vëllezër tjerë, isha i vogli në familje. Dhe kur erdhen edhe kushenjtë nënës nga Tezak, që ju thasim prap, kemi një raport shumë të mirë me ta. Kur erdhen atje, ishim 40 veta që jetonim në atë shtëpi. Dhe jetonim me hallet e luftës, përjetonim luftën shumë rënd, sepse dilnim i merrnim në kufi, i sjellnim në Bajramçor, me aq sa mundeshim në atë kohë. Ajo ka qenë periudhë e vështirë, por që na ka lidhur me Kosovën shumë. Dhe ne gravitojmë, Malësia Gjakovës graviton nga Gjakova në fakt, padrejtisht nda kufinin na ka që në luftën e parë botërore, po më egërsisht pas luftës së dytë botërore. Dhe ajo ndarje, domethënë, sado që ka krijuar një prerje të thellë, nuk ka arrit të shkput lidhjet tona emocionale. Dhe gjatë asaj kohe, përveç luftës refugjatëve, lufta që u bënte në kufi dhe sidomos në luftën e Kosharës, e mbaj mend, unë isha në gjimnaz atëherë, kam qenë i ri, 16 vjeç, 17. Dhe vllai im punonte në spitalin e Bajramçorit, ishte teknik i autopsisë dhe punonte në morgun e spitalit. Dhe aty për shembull kam pas i ri, kam pa që të gjithë ushtarët e UÇK-s që janë vrarë në kufi, i kam pa në morgun tek vëllai, që të gjithë, Agim Ramadanin,
dhe shokët e tjerë që të gjithë ushtarët e UÇK-s, që të mos i përmend me emër. I mbaj mend si sot isha shumë i ri, natën, hapte morgun, vinin ushtarë të vrarë, dhe ajo më kalon shumë, një breng të thellë për Kosovën, edhe me ato kushte që kishim, ju kemi najtë shumë afër kosovarëve dhe refugjatëve që vinin atje. Ishte edhe tek ne ishte ku e vështirë në fakt. Në atë kohë, por kjo ishte edhe momenti që raporti me kushërinë të nënës, që kishim plot, refugjatët që vinim dhe u kujdesshim për ta në Bajramçor, por edhe sidomos ushtarët e vramë në Koshare, sikur na lidhen më shumë me Kosovën, që të gjithë mua dhe familjen, dhe mbaj mend pas përfundimit të shkollës mesme, të gjithë shumica shokëve dhe shoqeve ikën për Tiranë, disa edhe jashtë në Itali, në Gjermani me studime, dhe unë pata da mendjen që të vi në Prishtinë. Kjo ishte një farë forme, sikur e ndjeja një detyrim moral që unë duhet të vi në Prishtinë dhe të studioj këtu. Ka qenë edhe një i afërmi Sali Qekut, që u merrte me transportin e armëve në atë kohë dhe i ndihmoja. Dhe edhe ai më tregonte shumë për Emrosh, ka pasur Emrosh Qeku, tani jeton në Gjermani. Dhe më tregonte për Prishtinën dhe më thoshte ti duhet vish në Prishtinë për të studiuar atje. Dhe kështu ndodhi në fakt, në 2000-ën mbarova shkollën e mesme dhe erdha në Prishtinë për të mos u kthyer më kurrë. Domthonë tash që nga viti 2000 jemi në 2026, 26 vite, pra 18 vjeç kam ardhur, por janë bë edhe 26 vite. 18 vjeç kam ardhur, 26 vite, po bojnë tu pra pjesën më të madhe. Më kalu këtu dhe këtu pastaj u martova, ndërtova të gjithë jetën dhe ndihem si tropojani i Prishtinës, ndihem jo si në shtëpi, po në shtëpinë time, nuk është si në shtëpinë, jam në shtëpinë time. Bardh, ju e përmendët periudhën e luftës dhe ne në emision Zhoj kemi trajtuar jashtëzakonisht shumë për vetëm në arsye që nganjëherë po duket sikur po e harrojmë si popull atë çfarë kemi kaluar. Dhe ndonjëherë duhet t'u rikujtojmë njerëzve sfidat dhe gjakun që neve na ka kushuar si popull për lirinë që po e gëzojmë sot. Folëm me shumë emocione dhe dua të ndalim pak aty sepse dua të di cili ka qenë momenti më i vështirë dhe më i rëndë që ende dhe sot e ke para syve gjatë asaj periudhe, sepse sidomos gjeneratat e reja ende nuk i kanë informacionet e duhura për atë kohë, thuaj se nuk kanë shumë njohuri se çfarë ka ndodhur në atë periudhë. Mbaj mend disa ushtarë të UÇK-s që paten ardhur nga jashtë, sigurisht shumica prej tyre nuk i tregonin emrat, sepse banin edhe novka edhe ishte ajo frika mos po shpërndahet informacioni, por e mbaj mend shpesh u dalnin në Bajramçor dhe nga aty shkonin në kufi. Ishte intensifikuar lufta në Koshare. Dhe i mbaj mend 3 ushtarë që hypen në një tip mikrobusi që i çonin në Koshare. Dhe ishin shumë të ri, ishin më pak se 20 vjeç. Kishin ardhur nga Gjermania, Zvicra, perëndimi. Nuk dija shumë për ta, po thjesht ai kontakti ndihmonim që të arranxhonim udhëtimin e tyre. Dhe më vonë pata pa njërin prej tyre mas një jave që erdhi vrarë në morg të Bajramçorit. Edhe mbaj mend si sot fytyrën e tij që shkonte me aq gëzim, një fytyrë njom për në luftë, por kur e pash në morg sikur bam, aty e kupton sa e rëndë është lufta dhe sa e rëndë është për ata që kanë radhë dhe kanë shpesh e harrojmë sakrificën më sublime që kanë bërë të rit e të rejat në luftën e fundit në Kosovë dhe liria e Kosovës është paguar me gjak. Dhe ne sikur e kemi harru shpejt. Dhe përveç asaj, me njerë pas intervenimit NATO-s dhe që u hap kufiri,
mbaj mend ardhjen për herë të parë në Gjakov, kur kam hyrë në qarshin e vjetër Gjakovës, shkrumante. Domthon kishte zona që akoma e detletimi e shkatruar e djegur e tëra e djegur. Edhe aty është me sytë e tu çfarë ka ndodhur në luftë, ato e kam përjetuar si shumë i ri. Dhe akoma i mbaj mend, unë shpesh kaloj andej, edhe më përkujtohet. Nuk e di, është më mirë ndoshta të harrohen edhe të tejkalohen, apo të i kujtoj më shumë, por kam përshtypjen që ne duhet ta dokumentojmë pak më mirë, pak më shumë të flasim. Unë nuk dua që të flas shumë për këtë pjesë, sepse më duhet sikur po marr merita të që s'me takojnë, dhe por është mirë që të flitet pak më shumë, breza din pak më shumë për. Mendoj se kemi obligim moral që gjithmonë t'i servojmë publikut për të kaluarën e Kosovës, sepse kur shohim këtë kaosën politik dhe këtë ngjarje aktuale në Kosovë, ndoshta duhet të reflektojmë pak më shumë bardh për atë kaluar dhe të ndjejmë pak më shumë obligim moral, sepse ne duhet të kemi shumë kujdes dhe duhet jemi. Ata kanë luftuar zakonisht shumë që ne me qenë të bashkuar, që ne me qenë të lirë, që ne me ndërtuar një shtet. Prandaj po them që këto gjëra duhet diskutuar me patjetër, sepse ne kemi shumë obligim që të jemi të mirë me njëri tjetrin. Dhe sikur po shohim një urrëtie sot, një përçarje, po shohim inate, dhe këto duket sikur po na lën shumë brapa dhe nuk po na lën shumë zhvillohemi si vend. Sigurisht, ne duhet të tregojmë pak më shumë për sakrificën. Unë ndihem ndoshta ngjarjet kanë ndodhur shumë shpejt, shumë kështu, dhe pak sa them ndoshta s'ke mujt të koordinohem mirë siç duhet, sepse sigurisht pjesa e Shqipërisë ka pas ato dilemet e veta, sigurisht që nuk ka mujt që ty për shkak të rrethonave ndërkombëtare, nuk ka mujt që ty në luftë ushtria e Shqipërisë, por populli ka ndihmu shumë, sidomos i asaj zone, me strehim, me ushqim, me armatim, ka ndihmu shumë. Janë goxha dëshmorë nga tropoja që kanë lënë jetën në Kosovë. Bylbyl Bershani, për shembull, ka qenë një prej tyre që unë e mbaj mend si fëmijë, e di edhe kohën kur është vrarë, dhe disa të tjerë që nuk du t'i përmend me emra një nga një, dhe por kemi dhënë shumë si popull, se nuk du t'a ndaj andej dhe këtej, kemi dhënë shumë. Po dash Zoti që të nxjerrim disa mësime të paktën, që dhe sikur nuk e di çapo na mungon, që nuk prap kemi disa barriera, integrimin nuk po e shohim edhe nuk po e përqafojmë aq sa duhet. Nuk po e përjetojmë shumë të mundësitë tashme që janë dhënë, hapja e kufirit, bashkimi i popullit, këto janë të arritura të jashtëzakonshme historike, sepse unë mbaj mend se shihnim kufinin dhe nuk kalonim dot. Mbaj mend si fëmijë që dilnim bjeshk në pjesën e kufirit, mbledhnim boronica dhe shkonim, kalonim fshehtas kufirin dhe thonë që e preka tokën e Kosovës. Edhe ishte një arritune, ose hipshim në maja Shkelzenit, nga maja Shkelzenit shihet rrafshi i Lugagjinit i tëri. Dhe si fëmijë merrnim dylbi. Dhe shihnim shtëpijat, shihnim të gjithë pjesë fshatrat e Gjakoven, deri te Ndeçan, andej dhe deri në Klin, domethënë shihet rrafshi i Lugagjinit i tëri, dhe flisnim si fëmijë, na tregojnë të vjetrit për historinë e Kosovës, për kohën kur nga malësia e Gjakovës, sidomos ajo pjesa e pushtimit gjatë luftës së dytë botërore, që pa gjatë prezencës gjermane, sidomos ka qenë i integruar dhe lvizjet kanë qenë më të shpeshta, dhe ideja që kemi një pjesë tokës tonë, më tonë kufinit, që na u ka marrë padrejtësisht, na takon neve si shqiptarë, edhe sikur e dinim edhe e ndjenim edhe nga biseda që i bënim, që një ditë do ta marrim. Por ja që shumë gjëra ndodhen shpejt, u hap
Kosova u bë e pavarur, sot jemi gjithë të integruar, pas një pengesë, bashkarisht, shkojmë dhe vim, Gjakovës e kanë lumin e Valbonës si destinacion të përditshëm të artimit deri në Valbonë, luginën e Valbonës atje sipër. Jo vetëm Gjakova, po krejt rrafshi Dukagjinit edhe krejt Kosova në fakt vinë shpesh. Shkoj dhe unë marr me shkoj shpesh. Andej dhe kjo pjesë them sikur nuk je ka ja dim sa duhet të rëndësinë. Sepse është një arritur e jashtëzakonshme. Dhe kjo më bën që të them çfarë duhet bëjmë tjetër që ta shijojmë më shumë dhe këto ngërçet e këto zënkat politike të përditshme inatet që duhet të kalohen e të kalohen duhet harrohen sepse ky popull është bashkuar tashmë dhe jemi në një stad ku të mirat janë të shumanshme dhe duhet ta gëzojmë këtë liri, këtë pavarësi, këtë bashkim që e kemi, ani pse jo formal me popullin, por nuk ka asnjë pengesë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Tashmë dhe jemi, si të ishim një, gjysa e Kosovës ka tashmë shtëpi nëpër Bregdeti në Shqipëri. Nëse jo shtëpi, shkojnë gjatë verës dhe marrin me qira diaspora, vjen të Shqipërisë vinë shumë këtu, punojnë, jetojnë bizneset, po qarkullojnë. Por ka plot të tjera që duhet bëhen, domethënë integrimi duhet bëhet edhe më shumë. Shumë e vërtet. Bardhël, historinë tënde do shpalosim kështu ngadalë për gjithë publikun që nuk e njohin nga afër Bardhylen. Pastaj ju karrierën tuaj e zhvilluat në Kosovë. Sa ishte sfiduese kur filluat gjithçka nga e para këto? Kur kam ardhur këtu, kam ardhur e mbaj mend vetë kam ardhur, kam zbrit në Gjakov dhe mbaj mend udhëtimin e parë që kam ardhur në Prishtinë në shtator të vitit 2000. Kam ardhur me dosjen e dokumentave personale, diplomën e shkollës mesme dhe kam aplikuar në fakultetin juridik, kisha target, vetëm në fakultetin juridik kam aplikuar. Sado që kisha disa dëshira, plane në shkollë mesme për inxhinieri ose arkitekturë, isha mes tyre 2 javë, por prap juridikun, studimet e drejtësisë i doja më shumë. Prindrit sikur donin më shumë arkitekturën, por unë zgjodha drejtësinë. Kam aplikuar në fakultet juridik në Universitetin e Prishtinës. E mbaj mend udhëtimin kur testin për pranim në fakultet juridik, të cilën e mora me sukses. Ndër të partë kam qenë me pikë në fakt që jam pranuar. Kam plajt atë natë në Junik, jam kthye me duket Monika ka pas kompania e autobusave, nëse s'gaboj. Jam këtu një unik komplet, pasi bona testin pranues, dhe pastaj kam marrë rezultate që jam pranuar, kam aplikuar, kam marrë konviktin, kam jetuar në konviktin në qendrën studentore këtu në Prishtinë, për gjatë studimeve, por nga që kam jetuar në një familje shumë të madhe, edhe me shoqëri shumë, ajo periudha që e tham që ne loznim shumë me njëri tjetrin dhe mua një shok, 2 shok sikur s'mjaftonin. Dhe gjithmonë isha dhe kam betë si i tillë, në fakt plot shok më thonë që si qendër e gravitetit të shoqërisë, sepse u rrethoja nga miq shumë dhe kisha dëshirë të njihja shumë njerëz dhe në fakt jam mirë prit, me kanë dashur shumë. Kam shoqe të kohës së studimeve, të kohës së konvikteve, jeta konviktora shumë e bukur. Edhe plot shok dhe shoqi kam qenë nga ajo kohë këtu në Kosovë, jemi shpërndarë në profesione ndryshme, në vende ndryshme, disa në diplomaci, disa në biznes, disa në politik, disa në sfera ndryshme, me art, me kulturë, me kështu, po kam plot miq. Dhe kam pas një jetë pasur shoqërore, si thosh, ndërkohë që sigurisht me halle si student, banimin e konvikt ka qenë i lehtë në atë kohë, sepse tani kanë bërë kushtet e mira, po atëherë nuk kanë qenë kushtet e mira në ato të ushqyerit në menzën e studentëve, me ato triskat e me ato shitonat. Edhe kështu, domethënë nisa jetën në Prishtinë, por gjithmonë nuk kam vrejt kur as më të voglin dallim, apo nuk jam ndije asnjëherë si jabanxhi, jam ndije si vendali gjithmonë.
Dhe pas përfundimeve të studimeve të fakultetit juridik, përveç periudhës kur shkova në Gjermani të bëj magjistraturën, ose përveç periudhës kur shkonim në summer schools, kam qenë shumë aktiv si student, me një numër miq, aplikoja në shkolla verore, në kurse, në gara studentore, mbaj mend. Kemi përfaqësuar Universitetin e Prishtinës për shembull me presidenten Osmani, që në atë kohë e njoh në vit 3. Që në vit parë fakultet juridik në faktin jo, po në vit 3, vit 2 dhe 3 morëm pjesë në gara studentore ndërkombëtare. Përfaqësuar Universitetin e Prishtinës në Vjenë, në William C. Viss International Moot Court Competition, që është një prej garave studentore më prestigjioze në botë, dhe që atëherë që ne u regjistruam për herë të parë, vit pas viti, se 20 e sa vite, çdo vit Universiteti i Prishtinës merr pjesë në ato gara, dhe ishim unë dhe presidenti Osmani, Vjosa Osmani në atë kohë. Ishim të parët që morëm pjesë në Vjenë në atë garë studentore, pastaj në Jean Pic 8 ka qenë një garë tjetër studentore, ku bashkë me Vjosën. Një shumë i madh për Kosovën në atë kohë. Po, flasim për një periudhë që ka qenë shumë e vështirë kjo. Në 2002-2003, domethënë ishte atëherë s'kishim as pasaporta, me travel documents të mikut, jo mo të merrje vizë për të udhëtuar jashtë ka qenë shumë e vështirë. Dhe si student ne ishim shumë aktiv bashkë me Vjosën, përveç garave në Vjenë. Pastaj aplikum në një garë tjetër studentore në Jean Pic 8 quhej për drejtën ndërkombëtare humanitare, drejtën e luftës. Dhe mbaj mend zbritëm në Paris, prej Parisit në Nîmes, në Marseille, afër Marseille. Ishim 4 student të Universitetit Prishtinës. Dhe unë dhe Vjosa dhe 2 studentë tjerë. Dhe po ashtu përveç asaj shkum në Amerikë, në një summer school bashkë me Vjosën sërish, në Universitet Pittsburghut. Në vit 3 shkuam në një program një mujor në Amerikë, gjatë kohës si student. Kemi qenë shumë aktiv, shumë aktiv. Dhe në vit të 3 fakultetit juridik, nga që isha banim kurse, trajnime, kishte shumë programe të UNMIK-ut, OJQ të ndryshme ndërkombëtare, IOM, e kështu që ndihmonin Universitetin e Prishtinës me programe ndryshme. Dhe ne përfitonim shumë nga kurset në atë kohë. Dhe e mbaj mend që kemi pas qendrën juridike, u quaj edhe qendra për drejtat e njerëzit në Universitetin e Prishtinës, që bënim shumë aktivitete studentore. Dhe sikur e mbaj mend që përveç provimeve, ne gjithmonë kishim edhe 2-3 aktivitete tjera si student për të shkuar diku në një garë, në një summer school, dhe kemi qenë ekstrem aktiv. Dhe në vit 3 fakultetit juridik, nga gjithë ky aktivitet, një farë dëshire edhe për të punuar, dhe nevoja në fakt, dhe nevoja për të punuar. Pranova dhe fillova punën në një program të Bashkimit Evropian, Gizja implementonte në zyrën e kryeministrit Bajram Rexhepi, ka qenë atë kohë kryeministër, dhe që atëherë kom nisë punën vitin e 3 fakultetit juridik, dhe që kom damo. Do thonë që atëherë kom fillu edhe studime, kom pas edhe studime dhe punë njëkohësisht. Vjosa në fakt punonte shumë më herët, si studente, që nga viti i parë ajo ka qenë edhe më e angazhuar në për punë të ndryshme. Vjosa kanë pas kolegë tjerë, Gresa Caka, Kujtim Kerveshi, Arsim Avdiaj, Kadri Dakaj, Muammer Pajaziti, plot miq të tjerë që në atë kohë ishim shumë aktiv. Xhafer Tahiri, ishte një prej tyre që i njoh që në atë kohë të studimeve, edhe që ishim shumë aktiv. Shqipe Pantina, mbaj mend, dhe patëm shkuar një summer school në Tiranë, po ashtu i financuar për Bashkimit Evropian në drejtën evropiane të specializuar. Dhe unë kur u ktheva, fillova punën në vit të 3 fakultetit juridik,
Banoja në konvikt, ndërkohë që për par bleja, pata blejt ca këmisha dhe ca gjaketa, sepse zyrët i kishim pranë zyrës të kryeministrit Bajram Rexhepi në atë kohë. Dhe që atëherë karriera ime u përshpejtua në drejtim Por rikthahje tjetër. Po, përshpejtim të punës, domethënë, dhe nga një fëmijëri çapkën, shumë lozanjar, shumë aktiv, shumë kështu. Edhe studimet i kisha shumë me shokë e miq. Por nga viti i tretë, bam. Është një nga njerëzit më të suksesshëm në Kosovë dhe thuaj se me një ndikim shumë të madh. E përmendë presidentën Osmani Bart, edhe do ndalim pak të flasim për ju e njeni më mirë se gjithë ne, sepse keni një raport shumë të afërt me presidentën Osmani, na shpjego pak Vjosën për opinionin publik, si karakter, si një grua shumë. Vjosën e thash, Vjosën e njoh që student, që ishim student, dhe përveç student, me Vjosën jemi pranuar me të njëjtin vendim në fakultetin juridik si asistent. Pasi marrëm studimet, asistent në fakultet juridik në katedrën ndërkombëtare, me Vjosën dhe me Qerimin. Ne ishim 3 asistent e parë që u pranuam në fakultet juridik. Dhe për 10 vite kemi punuar edhe në fakultet juridik bashkarisht. Por Vjosën si student e mbaj mend ka qenë gjithmonë shumë kërkuese, shumë punëtore, shumë këmbëngulëse. Në ato gara studentore që merrnin pjesë, sapo rrinim bien, kisha dëshirë që të shëtitesha, të shoh Vjenën, ajo insistante bardhë, kemi prezantim nesër, duhet ta ripërsëritim edhe një prezantimin, ti mbledhim argumentet, ti ripërsëritim argumentet. Bam, na lente, ka qenë Mark Walter, kemi pas trajner. Po ashtu Bekim Sejdiun, profesorin, ka qenë gjyqtari i gjykatës kushtetuese. Edhe ato kishim trajner. Dhe Vjosas na lente rahat, sepse ishte gjithmonë kërkuese që të punonim, përmirësonim më mirë prezantimet tona në garat që mbaheshin. Punonte njëkohësisht, e njoh që në atë kohë, apasiononte jashtëzakonshme e punës, kërkuese, vetë kritike, gjithmonë e përmirëson vetveten. Dhe kështu, që në atë kohë kemi marrë një raport shoqëror, por dhe profesional dhe shumë të shëndetshëm, ani pse në rrugtime krejt të ndryshme pastaj, përveç fakultetit juridik që na bashkonte si asistent për një periudhë, pas 10 vitesh unë pastaj u largova për arsye objektive shumë të ndryshme, por që unë u fokusova në botën e konsulencës, në kompaninë time që kisha themeluar. Vjosa hyri në politik dhe përveç raportit shoqëror, pastaj nuk është se kishim ndonjë raport pune të vazhdueshëm, por raportin, siç e kam marrë me shumicën të gjithë shokët e shoqet e fakultetit juridik që janë shpërndam, sot janë gjyqtar, prokuror, ambasador, ministra, deputet, plot nga më të ndryshmit, kryetar komunash, dhe plus edhe njerëz të biznesit suksesshëm dhe njerëz që punojnë nëpër banka, nëpër kështu, ato raporte i kam mbajt. I kam shumë të shnosha dhe shumë të përzemërta, sepse kemi kaluar kohë shumë të mirë si student, kështu që në atë kohë njoh dhe kemi mbajt atë raport. Dhe tash na bashkoi politika në fund. Po, tash për fajin e saj, se ajo insistoi. Pse po thua për fajin e Vjosës Osmanit? Po, në vazhdimësim ka thonë që duhet të angazhohesh ka pak në politik. Unë politikën e kom pa më fort nga distanca dhe përveç komentimin studio politike dhe debate publike që i banin nëpër studiot, kryesisht me temat juridike, vendimet e famshme të gjykatës kushtetuese që interpretonin, nuk ose kisha ndonjë pasion për politikën. Dhe kam qëndru larg, por ra Vjosa dhe insistoj kësaj radhe që nuk e refuzova dhe u bashkum prapë në politikë në një rrugtim të ri. Ju tha që ka qenë faji Vjosa Osmanit, po mund të them që ka qenë faji më i mirë cilën e ka bërë, sepse njerëzit si ju realisht i duhen kuvendit Republikës Kosovës. Do ndalemi pak më vonë tek pjesa e politikës, do të qëndrojmë edhe pak tek familja. Raportet e tuaja me familjen e ngushtë, ata që gjithmonë ka qenë krah teje? Po, unë 2 vajzat që i kam, jam shumë i lidhur me ta, bashkëshorten Arteiden, që kam më shumë si shoqe se sa bashkëshorten, në fakt të bashkëpunëtore. Ne kemi studiu bashkë me Arteiden Art, ai trasin që të gjithë.
Dhe me artën kemi qenë shumë miq të mirë edhe gjatë studimeve në fakultet juridik. Edhe nga një shoqëri shumë e pastër, shumë e ngushtë, shumë e afërt, pastaj hym në një lidhje romantike. Por prapë konsideroj më shumë shoqe se sa bashkëshorte në fakt. Edhe ajo është notere, na bashkon edhe profesioni, sepse jam edhe unë një gjys noteri se i ndihmoj shumë sa që ka nevojë. Edhe nga njerë më dëgjon, nga njerës më dëgjon. Thomë, kur nga njerë kemi ato zënkat për ndonjë akt juridik, në kontrat, në akt ligjor, që kur me mendimin profesional, i them, thot jo, s'është ashtu mirë, bo qatë dush, boje si dush vetë. Ajo unë kam më shumë guxim profesional, në kuptimin që shpesh për disa punë, i them që mund të bëhet, ajo më strikte, është më strikte në punë juridike, më konservatore. Edhe në shumë gjona nuk më dëgjon, por e menaxhon zyrën e vet mirë, i ndihmoj kohë pas kohe. Pra, me artën edhe me qikat, një familje vogël, simpatike, por si familjen e artës, edhe familjen time, unë i konsideroj pjesë të familjes tonë. Nuk i konsideroj si familje e gjerë. Familjen e ngushtë në fakt, përveç gruas dhe 2 fëmijëve, kam edhe prindrit e mi, që të dy, që jetojnë në Bajramçor, por edhe prindrit e artës që jetojnë në Prishtinë, që të dy për mua janë pjesë, që të dy palët janë pjesë e familjes ngushtë, kështu që kalojmë shumë kohë me ta. Vajzat kanë, ndoshta nga që i lasdrojnë gjyshrit, kanë shumë qef që të shkojnë te gjyshrit, po edhe ne i vizitojmë shpesh edhe. Po raportohet bardh me prindrit e tu? Po shumë i ngushtë, shumë i ngushtë. Me nënën sidomos. Kam pas edhe edukatore në Kopsht. Prindrit, babi ka qenë profesor i gjuhës shqipe dhe letërsisë, dhe ajo është 86 vjetë, shumë aktiv. Akoma merret me shkrime, me lexime, dhe edhe nëna, edhe ajo ka qenë mësuese, edhe që në kohën e komunizmit kanë edukuar breza tërë, por kam një raport shumë të ngushtë me ta. Shumë të ngushtë. Nuk vinë shumë, nuk më vizitojnë shumë në Prishtinë, ne i vizitojmë ata. Që pëlqen shumë Prishtina në aspekt të kaosit urban edhe të ajrit, sidomos të obiliqit, e kanë si merakat kanë edhe për ne. Dhe nuk është se kanë faj, por që ti bosh këtu për e zhvillojmë jetën. Do ndalem pak parë tek raporti me nënën, sepse unë tham shpeshherë që është vetëm një dashuri më e sinqertë që mund të ekzistojë në këtë botë, lidhja e fëmijës me nënën. Cila është momenti më i veçantë që e mban mend me nënën, si kujtimet që nuk do të harrosh kurrë, sepse gjitha kujtimet janë pa harrueshme, ato nuk diskutohen, por ndonjë më i veçantë që do të na tregoje sot. Me nënën, unë kam pas edukatore në Kopsht, ka qenë edhe edukatoria ime, shkoja çdo ditë në Kopsht me ta. Ne dilim bjeshk shumë dhe mbledhnim boronicat malit në bjeshk. Edhe shpesh, kur delim mbledhnim boronica me vllajin që është pak më i madh, bënim shumë shpesh gara, kush po mbledh më shumë boronica, dilim në mal. Dhe kishim tasa, kështu si punë e këtij tasit, edhe kokra bërnicat e vogla, dhe unë kisha qef edhe me hangër bërnicat, atë ashtu nga direkt nga shkurët që i merrnim. Dhe e mbaj mend që shpesh me nënën, ngel këtë tasi i pa mushën, edhe në vite i nati prej vllajt, thonë që s'kam vri me mush hala, edhe ma mushte me gryshtin e saj, ma mushte tasin me bërnica. Dhe ato kanë qenë momente të veçanta, dhe sidomos me nënën kam një raport interesant. Ajo ka qenë, e praktikon fenë pak më shumë. Ona është besimtare muslimane që agjeron rregullisht. Dhe ka agjeruar që në kohën e komunizmit, pra kur feja ka qenë ndaluar atje.
dhe ka autoktone, ka origjinale, origjinere. Dhe unë nuk është që e praktikoj shumë, po për Bajram dhe në kohë të Ramazanit, kam përshtypjen sikur sa e kam nonën, kur argjeron nona, sikur ka argjeron edhe për mua. Dijem pjesë e argjerimit sajna. Shpesh shkoj ndoj iftar, ndoj syfyr që e ha me të. Cila është këshilla që e mban mas shumë të mend të sajën? Ajo ka një kështu që non kur mos u korret. Kur mos u korret. Ato e kam gjithmonë kështu. Kur mos u korret. Njeriu ka dy gisht fytyrë thot dhe atë mos e hub. Në çdo rrethon, çdo kështu, kështu që ajo është shumë idhëtare e moralit, e familjes, edhe disa vlerave njerëzore që thot pa më parasysh sfidat që i kalon, kur mos u korret, kështu që. Këshilla më e bukur. Po raporti me miqt, sepse ne me hyrjen tënde tashmë kandidaturën tënde nga Lidhja Demokratike e Kosovës, po shohim çdo ditë Barçi duke marrë për kraje të jashtëzakonshme nga miqt, po dhe nga fytyrat publike. Pra duke se ti ke krijuar një raport shumë të veçantë me gjithë. Mu pëlqejnë raportet njerëzore. Dhe në fakt sado që kjo pjesë e digitalizimit na ka shmang edhe na ka larguar nga jeta reale, komunikimit me njerëz. Ndoshta dhe me hyrjen politik, sikur kjo po m'pëlqen, kjo pjesë po m'pëlqen. Si kam kthyer kontaktit me njerëz pak më shumë. Sigurisht u kam pas rrethin tim, njerëz të mi, shoqërinë, kolegët në kompaninë dhe shumë bashkëpunëtor, bota edhe akademike edhe profesionale, ka bo që kem një numër bashkëpunëtorësh dhe raporte ndërnjerëzore. Por ato kanë qenë të përzgjedhura. Ndërkohë që tash në politik shoh njerëz edhe më shumë, edhe me politik kuptimin to 2-3 javët që në këto zgjedhje. Dhe raporti me njerëz mu m'pëlqen shumë. Unë jam i thari asaj që dy njerëz normal, sa do që t'jetë situata abnormale, s'kan arsye për të mos u sjell normal edhe për të mos gjetë zgjedhje. Pra unë jam njëri i zgjidhjeve. Me qetësinë time gjithmonë kam dëshirë që sa do t'jetë problemi i madh, që thonë angles, let's break it down, ta ndajmë problemin në copëza pak më të vogla dhe ta zgjedhim nga pak a pak. Pra, sa do që t'jetë problemi i madh, kur ka dëshirë të madhe njeriu për ta zgjidhet. Dhe kjo më ka ndihmuar kjo qasje në raportet ndërnjerëzore që problemet t'i trajtojmë gjithmonë me mirëkuptimin dhe tolerancën njerëzore. Njeriu gjën më të shejt që duhet ta ketë, nuk mundon ta kem, është toleranca. Ne nuk mund të diktojmë sjelljet e tjetrit, por sjelljet tona mund të diktojmë, dhe sado që tjetrit sillet keq, ne nuk do të thotë që t'ja kthejmë me të njëjtën monedhë dhe me njëherë të reagojmë, se e keqja është një cikël spiral, që kur tysh në atë spirale, pastaj e keqja gjeneron një të keqe më të madhe. Po kur dikush e bën një të keqe, nëse ti nuk i përgjigjesh me të keqe, e minimizon edhe atë keqe. Kështu që unë jam i thari asaj që në komunikim me njerëzit, problemet zgjidhen në mënyrë paqësore. Dhe kjo sikur më ka jep pak më shumë forcë, sepse unë nuk e shoh dobësi mirësinë. Mirësia është forca më e madhe që ka njeriu. Është fuqia më e madhe, domethënë edhe kur dikush tenton që të bëjë një padrejtësi, mundohu pak me mirësi dhe pastaj edhe padrejtësi drejtohet. Një këshill shumë e bukur Bardh, po raporti yt me Ariola Demirin. Kemi parë që i duke marrur edhe një përkrahje shumë të madhe edhe nga ajo. Ariola është mikeshe hershme që fëminis, edhe ajo nga ajo zonë, nga Bajramçuli, Malësia Gjakovës, dhe është mikeshe mirë, ka një rrugtim interesant të jetës saj, me plot vujtje sakrifica, po një grua fuqishme që nuk ndalet kur. Dhe sado që ka ra në sfidat jetës, si ka të i kalua ato, edhe është një shpirt malësorje shumë e pa epur, e pa dorëzueshme dhe
Unë e çmoj shumë si njeri, më çmon, ju kam qenë afër saj kur ka pas nevojë, ko pas kohë, edhe ajo sigurisht që më ka përkrahur në disa iniciativa në jetë, përfshi edhe këtë iniciativën e fundit. Kemi parë që ajo ka një vlerësim të jashtëzakonshëm për ty. Këtë nuk po e thambon, po e ka thënë Ariola përmes një videoje që në ka realizuar për ty, ekskluzivisht në këtë emision, që ka thënë disa fjalë që lusim regjin gjatë kohës kur jam duke folur, ta lidh videon e mesazhit Ariolës. Mirëmëngjesi Kosovë, mirëmëngjesi doktor Bardhyl Hasan Papaj, po e le këtë video mesazh për ty. Kam nderin edhe kënaqësinë të kem mik të ngushtë prej 3 dekadash tashmë, të njoh shumë mirë, njoh intelektin tënd, njoh integritetin tënd dhe prandaj e ngre zërin për ty dhe bëhem mbështetja jote në këto zgjedhje, sepse ti je një mik i jashtëzakonshëm, një djalë i jashtëzakonshëm, një burr dhe një zë që i duhet Kosovës sot nesër në kuvendin e Kosovës. Kam shumë çka për të thënë për ty Bardhyl, një djalë i jashtëzakonshëm, një familjar i jashtëzakonshëm, një baba i jashtëzakonshëm, një bashkëshort i jashtëzakonshëm. Unë flas me ty me superlativa sepse të njoh shumë mirë dhe do doja që edhe elektorati të njihte po aq mirë sa që të njohim edhe ne miq tu të ngushtë. Të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd dhe po ta dinte elektoratit çfarë djalë i jashtëzakonshëm je, nuk do mendonte 2 herë dhe do të ta besonte votën, sepse ti meriton të gjitha suksese. Fjalë të jashtëzakonshme. Këto sipas na ditë. Merituara. Që sipas na ditë kjo nuk Ariola realisht nuk del shumë publikisht dhe del publikisht për jo për të përkrahur kandidat si jo. Dhe të më thënë, atëherë jeni shumë i veçantë. Ariol shi punë tua, ose përzin politik, sepse mirën kam kalu një karrierë tashmë një kështu dhe fakti që kom hy me vetdije, politika ka sfida tjera, natyrë tjetër dhe ma qëndron larg këtyre se tani. Por e duket se po e bën të kundërtën, po qëndron shumë afër. Qa kom kërku, qa kërkoj, po sigurisht që e çmaj, Ariola din të surprizoj, kështu që fjalë të jashtëzakonshme për juve. Sipas na ditë që pa shkrimin gjep, kur e bani gjep pardje një shkrim që me një kishte marrë vëmendjen e mediave. Po, shumë e vërtet. Dhe biles unë isha një tubim, binte telefoni, shumë mesazhe më kishin ardhur, kështu se dija që kur e shoh Ariolën ishte bo virale në shumë media. Shumë e vërtet dhe do ndalemi pikërisht bardh te kjo pjesë, do flasim pak për vendimin ton që ti je kandidat për deputet në kuvendin e Kosovës. Si erdhi ky vendim? Ne folëm që ishte një pjesë fajit t'ja presidentës Vjosa Osmanit, po pjesën tjetër na tregon ti. Fajin për hyrjen time në politike ka Vjosa Osmani, më duhet ta them këtë, ajo e ka fajin. Sepse nuk ose kom pas ambicje, nuk ose kom pas ndonjë preferencë të merrem me politikë drejt për drejt. Por të them të drejtën e kom pa nga afër këtë punën e konfliktit fundit me ngërçin e presidentit. Dhe unë besoj që nga të gjitha palët disi ju ka bëhe pa drejt është keq përdore emri i saj për interesa politike nga që të gjitha palët. Gjatë kosa ka qenë presidente ajo ka bo një punë të shkëlqyshme dhe unë kam qenë dëshmitar i shumë punëve të mira që e ka bo që as publikin ndoshta nuk i din, do të merren vesh sepse historia tregon sukseset për veprimet e mëdha në të ardhmen dhe do t'i kuptojmë. Ka qenë pjesë e sulmeve politike të vazhdueshme nga opozita në atë kohë shumicën e rasteve për çdo veprim që si presidentet i duhet ta kesh raportin institucional me qeverinë, nga që kishte ardhur nga një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e fundit dhe ishte bo presidente. Ai ngjyrim e ka dëmtue, është tentue ta dëmtojnë opozita. Dhe shpesh sulmet që në saj kom konsideruar pa drejta. Ai ka menaxhuar, s'ka pas nevojë për përkrahjen time fare, as ka xhanem sepse ajo është një politikane e zoja vetë dhe ka treguar tashmë 4 prill. Por padyshim duhet një ekip e mirë bazë vete. Po, ideja është që edhe gjatë presidencës ka pas sulme të vazhdueshme. Sa kanë qujtë noter,
Shpesh unë bëja shaka me të thënë që po roli noterit më vëlla është i jashtëzakonshëm, unë kam grunë notere dhe unë e di, ajo përcakton transaksionet ligjore, pronësore, familjare, trashëgimore, pa vulën e noterit edhe pa nënshkrimin e noterit nuk mundesh ndërmarrësh asnjë veprim juridik sot, kështu që noteri ka rol shumë të theksuar dhe është garantuesi i së drejtës, garantuesi i ligjit, garantuesi i transaksioneve ligjore, pra noteri ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm në sistemin tonë juridik edhe në sistemet si motra që i kemi ne kontinentale të Evropës sidomos. Dhe është sulmue padrejtisht kopaskuar, por sidomos tentativa që krejt lëvizjave të vendosjes dhe kjo mazhorancë parlamentare, pasi ishte ngrit mbi autoritetin e Vjosa Osmanit, tentativa për ta eliminuar politikisht në një lojë me publikun, në një prallë që e kam quajtur prallë që nuk shitet dot në publik, për ta eliminuar politikisht në një moment kur në fakt ishte nevojë më për politik. Këshilla ime ka qenë edhe për ato që lere politikën se s'ka çat kjo fu për 5 vjet me përkushtim profesionalizëm dhe me nderë ke mbyll mandatin e presidentes. Nuk ka çat duhet politika, por duke i pa lëvizjet e fundit edhe atë tendencën për ta eliminuar politikisht në një mënyrë jo shumë të ndershme dhe të drejtë, dhe me vendimin e saj që të rikthehet politikës edhe një herë më fuqishëm, dhe që kishte nevojë për njerëz, sigurisht që kur trokiti nderin time me këtë ide, sigurisht që jo për nevojat mia, jo për kështu, por në kulmin e këtyre rrethonave dhe këtyre blokadave dhe pas bisedave me të, por pastaj edhe me kryetarin Abdi Gjiku, në bisedat bashkërisht që kemi pas me ta, jam bind që pse jo, edhe unë mund të kontriboj, edhe i kam lënë plot punë të mira që dhe dobishme për jetën time personale, edhe akademike dhe profesionale, dhe në shërbim të publikut përmes politikës, kështu që kam sakrifikuar goxha shumë nga jeta ime për të hyrë në politikë. Po tani që kam hyrë për të mos u kthy. Kështu që e thash edhe diku nuk do të jem sezonal. Pra tani që kam hyrë me tërmend dhe rrugtimi do të jetë pak më i gjatë. Ke hyrë për të vetë qëllim për të shërbyer vendit. Absolutisht. Asnjë nevojë personale nuk e kam fatmirësisht. Domethënë në këtë stad të jetës nuk e shoh politikën dobi personale në asnjë rrethon. Përkundrazi e kuptoj fare mirë që do të të tentohet edhe të sulmojnë politikisht në çdo lloj forme, por nuk është më shqetëson fort. Dhe kam me vullnetin më të mirë dhe kështu do të qëndroj deri ditën e fundit. Domethënë do të punoj me nder, me përkushtim dhe me atë edhe këshillën e nënës për të mos u korrit. Domethënë vetë atë kam parasysh që nuk korrit. Bardi, ju jeni gjithë kohës të Tiranë dhe po shohim që gjithë ditës ndëgjoni hallet e njerëzve. Si është vullneti i qytetarëve, se nganjëherë duket sikur janë lodhur, janë zhgënjur, po çfarë po ju thonë sot njerëzit? Bashkimi Vjosa Osmanit me LDK-n, rikthimi i bashkimi i madh i forcave të gjata, ka sjellë një entuziazëm të jashtëzakonshëm tek qytetarët që unë e shoh çdo ditë. Nëse dikur na tregojnë për organizimin e këtyre tubimeve elektorale, kishin vështirësi të gjenin njerëz që të vinin në tubime, sot po ju i dhënohen pse nuk i kanë thirrë për tubime. Pra, që tregon një dallim goxha të madh nga zgjedhjet e kaluara me këto zgjedhje. Nëse më tregonin nga Klina për shembull për tubimin që kishim në Prishtinë, disa delegatë të Klinës dhe miq të mi, një profesor, një koleg, Astridesku, po bisedonim me të, tha, zgjedhjet e kaluara, tha, me nxit bënim një autobus me qytetarë dhe aktivista për të ardhur në Prishtinë, sepse kishte humbur vullneti, kishte një farë demoralizimi. Ndërkohë që sot 3 autobusa dhe nuk kishte vend, më shumë do u desh të vinin me makina të tjera. Kështu që pra është rrit entuziazmi jashtëzakonisht shumë. Është ngjatë shpresa. Se është rikthyer ky bashkim. Nuk e kam ditë që LDK-ja e ka përjetuar ka qenë largimin e Vjosa Osmanit dhe në një farë formë dëbimin e saj nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ky organizim i ri me strukturën e re udhëheqëse të LDK-s e kanë kuptuar fare mirë këtë dhe prandaj kanë investuar shumë ta bëjnë këtë bashkim. Dhe ky bashkim ka sjellë edhe njerëz të ri, siç jam edhe unë një prej tyre, dhe pa hezitim kam hyrë
bashkë me ta dhe komunikimi me qytetarët është fantastik, po dëgjojmë shumë çka dhe po na ofron një mbështetje jashtëzakonisht madhe, e cila po të vazhdoj me këtë ritëm, unë besoj që do të na surprizoj shumë në zgjedhjet e ardhshme. Bart, ne arritëm në fund të këtij emisionet dhe për fund një këshill për gjithë vendin tonë. Këshilla më sa tani unë jam i rin politik, sado që unë jam goxha i matun edhe me eksperiencë madhe akademike dhe profesionale, a ditë më përveç Një këshill jetësore, ta them kështu, motivuese. kudo që kam shkuar, edhe gjatë studimeve të mia doktoraturës në Itali, domethënë pas përfundimit të doktoraturës, e marrëm një bisedë me profesorin tim, mentorin e temës, që më tha, Bardhyl, tha, demokracitë, tha, kanë shumë nevojë, tha, për sundimin e ligjit. Nuk ka demokraci pa sundim të ligjit. Dhe unë edhe temën e doktoraturës e kam pasur në sundimin e ligjit. Dhe unë kam dëshirë që t'i kthehemi ta respektojmë ligjin dhe ta ndërtojmë demokracinë. Por ajo bëhet me tolerancë, mirë kuptim, pa përçarje, pa inate politike. Këto inate, unë domethënë ju kom tregu që në fillim për ty në politikë më thonë, unë uroj dhe shpresoj që nëse bëhem deputet, do të kem mundësi të bëhem deputet të ty në atë tempull demokracisë në Kuvendin e Kosovës. Aty nuk duhet dilet nga ajo sallë pa e zgjedh presidentin. Nuk duhet hysh aty dhe thush ne kemi 60 ditë kohë për shembull pas tyre zgjedhjeve prej konstituimit të Kuvendit. Në çdo rrethon, s'ka rëndësi kush o fitu, si kush o humsi, kush ka më shumë deputet, kush ka më shumë vota, kush ka përqindje më të nantë, më të ulët. Vendit i duhet një president dhe ai kuvend sa po të konstituohet duhet me patjetër t'i ofroj vendit president. T'i ofroj qeveri, koalicione qeverise, institucione dhe të ecim përpara në integrimet evropiane, se jemi vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që akoma se kemi statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është e tmeshme, kemi humbur shumë kohë, nuk duhet humbim kohë për të baltos, sulmue e përçar mes njëri tjetrit, por duhet të përbashkohemi dhe të ecim ta çojmë Kosovën në horizonte të reja me zhvillim ekonomik edhe stabilitet institucional, ta ndalim emigrimin, tritet të reja që na ikin edhe ndërtojmë perspektiven dhe të ardhmen tonë në Kosovë. Dhe me këtë mision dhe dëshirë qëllim kam hyrë dhe unë që t'jap kontributin tim. Bardë, urojmë që gjitha këto që pojtuani ju të realizohen dhe juve ju urojmë një kandidaturë të suksesshme, të keni sukses në skenën politike dhe realisht po e them me zemrën plot dhe me sinqeritetin më të madh që njerëzit si ju, cilët punojnë pa interesa personale dhe me misione publike i duhen këtij vendi. Kështu që unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Zgjohu për gjitha historitë tua që i shpalosëm me publikun tonë dhe shpresoj që herën tjetër kur të kemi, do të kemi si deputet i Republikës Kosovës. Faleminderit Ira, faleminderit shumë. Shumë kënaqësi, faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, ne arritëm në fund të këtij emisioni. Natën e mirë, mirë mbeqë, shihemi javën tjetër.